Përshëndetje, miqtemi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani, do të marrim një pyetje. Mendoni për diçka që do një përgjigje. Pra, mendoni në këtë moment që po shikoni videon time, mendoni diçka që do një përgjigje. Dhe këtë përgjigje do ta marrim me anën e letrave tarot me 3 letra, me anën e gërmave dhe të shenjave. Pra, ç'na thon tarot? Çfarë përgjigje na japin në këtë moment që ju po shikoni këtë video? Jeni pak të lënduar. Keni marrë lëndime nga një person. Ju jeni një person shumë shpirtëror, jeni një person familjar, ju e doni shumë familjen. Jeni pak i tërhequr, pak i ftohtë, nuk e demonstroni shumë atë pjesën e dashurisë. Jeni të tërhequr, pak të tërhequr tek pjesa e fjalëve të ngrohta, të shprehurit. Dhe kjo gjë ju lëndon shumë, ju keni marrë lëndime te kjo pjesë e dashurisë. Por ju e doni shumë fort familjen, siç tham dhe tek kjo letër, ju e doni shumë familjen tuaj. Jeni shumë të prekupuar për që familja juaj të jetë e mbushur në çdo moment. Jeni një person pozitiv, që gjithmonë jeni me këmbë në tokë dhe keni bollëk në çdo moment, por në këtë moment përgjigja që tarot po më japin tregon që ju jeni pak i lënduar. Pra kush mund të jetë ky person që është pak i lënduar te kjo pjesë? Me këto gërmat e alfabetit, të emrit dhe të emrit do ta zbulojmë në këtë moment. Person me gërm I, person me gërm Q, J, V, D, L, H, Y dhe A. Kurse me shenjat e horoskopit, mund të rezonoj me peshore, ujori, kaforen, me brictjapin dhe me binjakët. Faleminderit shumë, miqtemi, mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.